Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit ka bërë të ditur të shtunën se ka zbuluar 16 avion luftarak kinez që kanë operuar pranë ishullit një ditë më parë, pothuajse në të njëjtën kohë kur presidenti i Kinës po takohej me një lider të opozitës tajvaneze. Të premten paradite, presidenti kinez Xi Jinping u takua në Pekin me Cheng Li-huan, kryetaren e partisë më të madhe opozitare të Tajvanit, Kuomintang. Gjatë takimit, Xi deklaroi se Kina nuk do të toleronte absolutisht pavarësinë e Tajvanit, të cilën Pekini e konsideron pjesë të territorit të vet. Nga ana tjetër, Cheng e ka paraqitur vizitën e saj si një mision pajtimi për të ulur tensionet, duke i thënë Xi se pret që KMT dhe Partia Komuniste e Kinës të avancojnë institucionalizimin e paqes në ngushticën e Tajvanit. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Mbrojtjes së Tajvanit për aktivitetin ushtarak kinez në 24 orët e fundit, 16 avion ushtarak kinez kanë fluturuar pranë ishullit nga mesi i mëngjesit deri në mesditë të së premtes. Takimi mes Xi dhe Cheng është zhvilluar në orën 11. Zëvendës ministri i Këshillit për çështjet e Kinës në Tajvan, Shen Yu-chung, ka deklaruar se Taipei se përdorimi i presionit ushtarak ndaj Tajvanit si mjet për negociata politike ka qenë gjithmonë një taktikë e zakonshme e Kinës. Nga njëra anë, shohim mesazhe paqeje, ndërsa nga ana tjetër vazhdon presioni ushtarak pa ndërprerje, tha ai. Zyra e çështjeve të Tajvanit në Kinë nuk ka dhënë përgjigje për kërkesat për momentin. Në Pekin, nënkryetari i KMT-s, Chang Yung-kung, tha se çelësi i paqes është tu ofrohet qytetarëve të Tajvanit zgjidhje midis paqes dhe pajtimit ose luftës. Sipas tij, angazhimi me Kinën sjell paqe me dinjitet, jo në shtrim. Nga ana tjetër, zyra e presidentit tajvanez, Lai Ching-te reagoi duke thënë se takimi Xi-Cheng synon të theksojë idenë se Tajvani është pjesë e Republikës Popullore të Kinës dhe të nxjisë aneksimin e Tajvanit. Zëdhënësja Karen Kuo theksoi se ardhmja e Tajvanit mund të vendoset vetëm nga populli tajvanez.